Ata që kanë qef me pasu Rasulin alayhi salam, edhe kanë qef që mi odhanë Allahu azza wa jall barakat në këtë dunja, le të ngojnë këtë hadith. Rasulullah alayhi salam ka shku te Ebu Rafi'a. Ebu Rafi'a e ka pas një furrë në të cilën e ka përgatit ushqimin, edhe e ka shti me pjek një dash në furrë. Edhe Rasulullah alayhi salam u shku te Ebu Rafi'a, edhe i ka thonë, qa ka aty? Ka thonë, një dashja Rasulullah, na është dhanë neve hedije, edhe kum shti me pjek. E i ka thonë Muhamedi alayhi salam nga, i ka thonë, ama një anën krah. Edhe e ka maraj, ja ka thonë një anën krah Rasulit alayhi salam, e kanë hangër. Pastaj i ka thonë Muhamedi alayhi salam, i ka thonë, ama edhe një krah. Nuk i ka thonë krah i tjetër. Dashi i ka veç 2 krah. Domthon, kam të mrama nuk llogaritën se krah, veç të parat. Normal, pibjen që i ka 2. Edhe kështu e ka kuptu edhe kjo Ebu Rafi'a. Kur i ka thonë Muhamedi alayhi salam 2 herë, ama edhe në krah, e ka marrë edhe ja ka thonë edhe në krah. Do ne ka hongë Rasuli alayhi salam. Pastaj i ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë, ama edhe në krah. Të ne ja ka kthy kë, Ebu Rafi'a i ka thonë, dashi ka veç 2 Rasulullah. Me një formë tjetër që është për cjell, i ka thonë, e sa krahi ka dashi Rasulullah. 2. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, pasha ata, në dorën e të cilit është nefsi jam, vetja jam, si kur të kishe shujt, nuk kishe fol. Më kishe ushqy mu, më kishe dhanë mu, krah, sa të kisha lyp. Më kishe ushqy mu, më kishe dhanë mu krah, të dashit, sa të kisha lyp. Që kështë Rasulullah alayhi salam, për bereqetit tina, i kish furnizu Allahu azza wa jall sartë e kish qel, me nxjerr edhe një krah, e kish nxjerr edhe ka një krah, si kur të kish shujt, mos me fol. Me thonë Rasulit alayhi salam, dashi ka 2 ja Rasulullah. Që kjo është aja që ka njëherë ju thamë, nuk vetët Rasuli alayhi salam, pse? A ke menune, është Rasulullah, po të thot, bane, jo në e diskutoj, unë e veti, nëse donë barake, nëse donë barakat, pasue hadithin, ashtu që shashtë, mere, mësue, pasue, sa të mësh, sa të ki mundësi. S'ki mundësi, është diçka tjetër, ama mos janis me filozofu hala para se janis me pasu. Se donë baraketin, nëse jo, atëre filozofo sa dush, unë po foli për musliman që kanë qef me pasu Rasulin alayhi salam, edhe kanë qef me dhonë Allahu barake. Keni qef me dhonë Allahu barake, kur thot Muhamedi alayhi salam, ama një krah, e jep një krah. Ama dhe një krah, e jep edhe një krah. Ama dhe një krah, e din mirë që s'ka ma krah. E qel furën, me marë. Ama jo me thonë s'ka, para se me këshyr heq. Kjo në fund tash, ke vetëm shembull. Do më thonë, kur është një hadith kështu, pasua që i ka thonë Muhamedi alayhi salam, sikur të kishe shujt. Në kishe ushqy sa të kisha lyp, krah. Veç me pa shujt. Kjo është problemi jonë. Kur vjen një hadith, ne e diskutojmë. Vjen një ajet, ne e diskutojmë. Thotë që dunja në këna kuptu, veç që të hadith s'po mujna me kuptu. Gjoje, këshore, ku pa ish hadith, hin lezoj komentet. Eshe që plot njerëzit diskutojnë. Po foli ata që na shohin, po foli për besimtarve. Ka thonë Muhamedi alayhi salam kështu, eshe diskutojnë. Krejt musliman, nëse dëmë bereqetin, bane që ka thonë Rasuli alayhi salam, edhe përfiton dunja dhe në ahiret me lejen Allahut azza wa jall.